Përshëndetje Amarit, mirë se erdhëm në Solo Intervista. Faleminderit. Të mund të thuash diçka për fillimet e tua në letërsi? Për që kur kam qenë shumë i vogël, kisha një pasion të veçantë ndaj që në fillim, që në klasën e parë, ndaj abetares fillimisht. Se më pëlqenin të mësoja të shkruajnja të reja, më pëlqente mënyra se si mësuesja e shpjegonte dhe pa pritur u gjenda në botën e fantazisë. Që nga ajo kohë isha shumë i apasionuar ndaj historive, ndaj fantazisë, ndaj çdo libri dhe që nga klasa e parë kam filluar të lexoj libra të ndryshëm. Por një shtys ka qenë edhe gjyshi, i cili çdo natë më tregonte histori, të cilat i shpikte në moment. Pra, shpikte në moment dhe mua më dukshin aq të këndshme, aq të bukura sa më zinte gjumi pa kuptuar fare. Po historinë në gjumë Dhe në klasën e 6 jam njohur me mësuesen e letërsisë, se deri në klasën e 5 kemi pasur mësuesit një mësues. Pastaj në klasën e 6 më frymëzonte edhe më shumë edhe mësuesja. Pra shikoja se si shpjegonte, se si pra e kisha pasion në shpjegimin, por e kisha dhe idhull mësuese. Më vonë, në klasën e 9 e kisha përgatitur veten për të qenë një shkrimtar i artshëm. Shkrimtar është fjalë e madhe për mua, por më mirë do të ishte autor, sepse të jesh shkrimtar duhet të përmbushësh një mision që jo çdo kush e kryen shumë lehtë, sepse sot i kemi parë se sa autor të rinj shfaqen në treg, por që janë libra pa mision, janë libra që shkruhen vetëm për të përfituar. Një shkrimtar i vërtet duhet shkruaj për të përmbushur një mision ndaj njerëzimit, i cili do të mbetet universal ndaj çdo kohe. Dhe siç e thash, shkrimtarët sot përqendrohen vetëm tek përfitimi i parave nga shitja e librave. Por unë nuk mendoj kështu, edhe pse bëj gati 3-4 muaj që e kam botuar, nuk është se kam gjetur një mbështetje aq të madhe, por në atë grupin tim të vogël, ajo mbështetje për mua është më e madhe se kushdo. Libri Flluska lindi nga një mjedis shumë shtypës. Ditë pas dite shija se si mjediset tona në shkollë, por edhe në familje, ishin e kanë humbur misionin e tyre dhe janë zbehur, pra e kanë humbur traditat. Pra në shkollë, sidomos, vëzhgoja shumë sjellje të ndryshme të nxënësve. Dhe që aty mendoja se si do të ishte një drejt kundër botës së padrejtësve, do të ishte vedia kundër pavedijes. Pra si do jetë lufta, ajo lufta klishe me midis mirës dhe të keqes. Dhe unë shpika një personazh, shpika një mjedis të ri, dhe personazhi kryesor mban emrin Arlo. Për mua emri Arlo është shumë domethënës, sepse që në fillimet e mia ishte një më shumë sfidë kam pasur me vendosjen e emrave të personazheve se sa me shkrimin e librit. Shok, 1, 2, 3, 4, që doni? Vaj, Paulaner apo Peronin? Janë të ftohta tani bëhet. Edhe unë shoferja. Po shofer pas 2 orësh ka mbaruar. Paulaner. Mos e diskutosh. Tash mos e tregojmë gjithë historinë e librit. Pra fenomeni është që ti tani Robert, një sekondë të shikoj ku është prekesh nga një ngjarje do të themi fenomen shoqëror. Reale dhe krijon një personazh. Po. Tash ky fenomeni e gjen rrugën. Patjetër që e gjen rrugën. Në libër. Po. Në realitet. Në realitet është vështirë. Është shumë e vështirë. Sugjeroja për këtë personazh në realitet, për këtë personazh që ndonjëherë do mund ta. Pra ashtu se Arlo, ne do ta çajmë atë Flluskën, ajo Flluska atë pa vedien që fshihet brenda nesh, dhe ti çajmë në çdo barrierë. Pra Flluska në vetvete është një paradoks në libër, sepse nga një anë Flluska është një objekt që çahet shumë lehtë, por në libër suppozohet që e mbron.
Pra është një paradoks midis asaj që thash, pra vedijes dhe pavedijes. Në qoftë se ne jemi të sigurt dhe kemi guxim të përballemi me çdo sfidë, atëherë gjithçka realizohet dhe nuk duhet kemi kurrë frikë nga asgjë. Nuk duhet të pendohemi kurrë nga çdo veprim i të shkuarës, por të shohim të ardhmen dhe të jetojmë të tashmen. Jemi maturantë. Po. Pse gazetaria? Pse gazetarin? Po sepse do ta them realisht. Në fakt, doja të zgjidhja gjuhëletërsinë, por duke parë tregun shqiptar, duke parë sfidat që heqin mësuesit tanë në vendet e punës, edhe sugjeruar prej tyre, vendosa që të përshtat pra mos të shkëputem nga dega ime dhe të zgjedh gazetarin si një mënyrë më e mirë për të edhe të shfaqur pasionin, por edhe për të fituar. Po pse duket më thjesht gazetaria se letërsia? Nuk është e thjesht. Thjesht janë dy degë që janë të ngjashme, do thoja unë, por që ka specifikat e veta. Pa asnjëra as tjetra nuk është e thjesht. Çfarë sfidash kanë gazetarët sot, sipas mendimit tënd, në Shqipëri? Sot gazetarët përballen me sfida të tilla siç janë pushteti. Pra ndikohen shumë nga çdo parti politike dhe nuk tregojnë të vërtetën, ku misioni i gazetarit është të tregojë të vërtetën. Ne shohim gazetarë që mbajnë anën e njërës apo tjetrës parti. Dhe kjo nuk duhet ndodhë kursesi. Fjala e lirë duhet të triumfojë mbi gjithçka. Dhe unë dua që ta përfaqësoj se s'bën këtë. Do të jem zëri i vërtetës dhe i lirisë. Po planet të ardhshme për një botim tjetër? Kam një në fakt dhe jam duke e shkruar gjatë verës, por mendoj se shtator-tetori do finalizohet. Ti e marrë me publicistik? Jo, asnjëherë. Akoma. Asnjëherë. Atëherë, ke një mesazh për të rinjt, moshatarët e tu? Pra, të ndjekin në ëndrat e tyre, të ndjekin qëllimet që i kanë vënë vetes që në momentet e para kur kanë zbuluar personalitetin e tyre dhe do thosha një shprehje në anglisht, po ta them? Po thuaj. Don't give a fuck for everyone. Mos bëhet vonë për. Tashi, mesazhi i fundit fakt po. E ke mbajtur atë faqen aty që prej fillimit. Kjo është do lexoj vetëm paragrafin e fundit. Kam lënë pas një shteg dritash, një histori që flet për ata që ndihen vetëm, për ata që nuk janë dëgjuar kurrë, për ata që kanë dashur të ikin, por kanë zgjedhur të qëndrojnë. Dhe kur të vijë ajo ditë, dita kur do të ndalem, do të shoh rreth e rrotull, do të kuptoj. Do të ndjej me gjithë qenien time që jam aty ku duhet të isha. As më herët e as më vonë, por në kohën e duhur, sepse gjithçka më çoi drejt asaj pike. Sepse gjithçka, edhe dhimbja, kishte kuptim. Ndoshta jam në qiell, ndoshta nën tokë. Nuk e di, por besoj se një ditë do të jem diku dhe do e kuptoj se ku jam. Po e mbyllim të bisedën asaj me këtë leximin tuaj. Edhe të uroj suksese. Faleminderit shumë. Edhe ke rrugë gjatë. Faleminderit. Faleminderit.